Nuk mund ta themi që çdo vepër e cila është cilësuar si kufër, gjithmonë mund të jetë kufër i vogël. Nuk është e thënë. Por se themi që ka shumë vepra cilësohen si kufër dhe janë kufër i vogël, pa edhe pse cilësohen me emrin kufër. Kufër i cili nuk të nxjerr nga Islami. Kur ne ndajmë një nga problemet, se jemi edhe në temën e imanit dhe s'ka në problem ta zgjojmë pak temën e kufrit dhe të imanit. Një nga pikat ku janë kap, ato persona që kanë folë kundra Sheikh Albanit, është se Sheikh Albani rahimahullah e ka ndarë kufrin dy pjesë. Ka thënë kufrun amali dhe kufrun i'tiqadi. Kufrun në vepra dhe kufrun në besim. Ka thënë pra që kufri në vepra nuk të nxjerr nga Islami. Nëse kufri në besim të nxjerr nga Islami. U kupton? Atë e namazi, çfarë është kufri në vepra apo kufri në besim? Si? Atë disa e kanë keq kuptuar Sheikh Albani rahimahullah. Dhe Sheikh Albani ka qartësu shumë mirë se çfarë do të thotë, sepse disa ndajnë kufri i madh dhe kufri i vogël. Dhe sa është ndarja tjetër, kufri në vepra, kufri në besim. Të shikush është ajo ndarja, sepse Sheikh Albani thotë kufri në vepra çfarë? Nuk të nxjerr nga Islami. Dhe kufri në besim është ai i cili të nxjerr nga Islami. Dorsa ndarja tjetër është kufri i madh dhe kufri i vogël. Kufri i madh është ai që nxjerr nga Islami, kufri i vogël nuk të nxjerr nga Islami. Kush është kufri i madh? 1, 2, 3, 4, 5. Nga kufret që shkaqet e kufrit që janë të njohura dhe për shkak të tyre bëhet njeriu kafir. Kupton? Tash këtë ndarjen e kanë keq kuptuar. Sheikh Albani rahimahullah ka shpjeguar se dhe ka bëj shumë. Ky libri studiohet në Arabinë Saudite, në shkollat në fetare. El kufru wa anwa'uhu, kufri dhe llojet e tij. El kufru kufrani. Kufri është dy lloj kufrësh. Kufrun asghar wa kufrun akbar. Kufri i vogël dhe kufri i madh. Kështu e ndal një grup dietarësh. Ama el kufru al-asghar فهو الذي لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتكوفر فوقل سعيد në të nxjerr nga Islami. Është të mohosh të mirën, dhe ka thënë si shembull argument gjithashtu fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot në Kur'anin e Kerim, dha shembull Allahu atë fshatin i cili ishte i sigurt dhe i qetë, i vinte rreziku nga çdo anë, pa një jetë luksoze. فكفرت بأنعم الله إمهوت مية إلى الله فأذاقه الله لباس الجوع يقول الله وتبدأ شيئون بالروبا أوريس والخوف تفريكس بما كانوا يصنعون أكيشت سيشكاك تفيبا وشياطا غفروني. وأما الكفر الأكبر عند كفر ما فهو الذي يخرج من الملة وهو 5 أنواع. كفر ما يزايد تنجرها إسلامي لا يشبس لويش. كفر التكذيب kufri për gënjeshtrimit, pa ta mohosh profecin, mohosh islamin. والدليل قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. E kush është më shumë qartë se sa ai i cili shpirin mbi Allahun gënjeshtrat dhe e përgënjeshtroi të vërtetën kur erdhi atij, a nuk ka në xhehenem vend banim për kufarët? Çka për tyre që futen në zjarr? Kush është? Për gënjeshtrimi, nësa e nënur thani, nëjë ditës kufrul iba o në istikbar ma atë tasdik, pra kufri për shkak të mendjemalsis, edhe pse ti e beson, në vetën tënde e i sigur që ky person është i sinqert, sadik, si që ndojë me Ebu Talibin. Ebu Talibi e beson që Rasul alayhi salatu wa salam ishte sadik, ishte i sinqert wa emin, dhe i beson që. Por se nuk e paroj islamin, refuzoj të hynte në islam, nguli kam, të hynte dhe të vdiste pra me fen e baballarëve të tij. والدليل قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Kur i thamë melaikëve bëni sejdë Ademit, bënë sejdë përveç se Iblisit refuzoi, u tregoi mendjemal, وكان من الكافرين dhe për shkak të saj pa u bë nga kufarët. النوع الثالث pjesa e tretë kufru shaki wa huwa kufru dhann, kufri i mohimit, kufri domethënë i dyshimit, wa dalilu qawli Allah ta'ala. Pra, beson edhe
me vërtet do hyjë në xhenet, me vërtet ka xhenet, me vërtet ka botë tjetër. E ka me dyshim. Dhe ky gjë është kafir. Nuk është musliman. Argumenti është të fjala Allah azza wa jall, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Kur fut në kopshin e tij, e pa se ishte kopshi i tij shumë i bukur. Sa nuk mendoj që kurrë në kurrë të shuhet kjo bukuri ka që madhe. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Nuk mendoj që të bëhet në kiameti, por edhe sikur të bëhet, unë do shkoj tek Zoti im dhe do të kem më të mirë se sa kjo. Pa do të kem një përfundim më i mirë se sa ky Kur'an. Pse? Sepse unë përderisa Zoti më dha tash, pse s'duhet më japi më pas. Kështu kam pas mendu. Zoti e që të jep riskun, a vjen që kush të jep riskun? Zoti. Atëherë kush më dha këtë risk mu? Kështu mendonin kufar, kush më dha këtë risk? Allahu. Atëherë pse mos na japi Allahu botën tjetër? Përderisa më dha. Dhe prandaj kam mendu, wala adhunnu sa'ata qa'imatan. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Nuk besoj që do bëhet në kiameti. Por edhe sikur të bëhet, do vjen të Zoti dhe të gjejë një përfundim më të mirë se kjo sepse kam parë, ka dhënë tani do më japë më pas. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Ita ti shoku ti kur po dialogonte, pas bisedonte me ta. A kafarta billadhi khalaqaka min turab? Bëhe kufër. Pa çfarë bën ai? Thjesht dyshoj. Pa nuk ta më merrja që do bëhet kiameti, por edhe nëse bëhet, un rregull jam. Se më ka dhënë, do më japë pa. Shoku ti tha, e kafarta pa bëhe kufër. E kafarta billadhi khalaqaka min turab. Bëhe kufër. Kundër atij i cili të krijoi ty nga dheu, thumma min nutfatin e më pas nga një, domethënë nga një bulzu për lëngu pra, thumma sawwaka rajula, më pas të bëre burr, lakinnahu Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Sa ai të Zoti, aton, i cili është Zoti im, të cilit nuk i bën shok. Wa la ushriku bi rabbi ahada. Nuk bëj shok me Zotin tim. E në rabi, në i ka për kufrul i Arab. Kufrit i Arab, qërët i Arab. Mos përfide, zdo më ditë, ka islam, s'ka islam. Dhe më bësë që kusë e ka një gjune e sa, tuk është fare interesu. Zdo më ditë hiç, eksiston, apo se eksiston. O dalilu qawli Allahu Ta'ala, walladhina kafaru amma unziru mu'ridun. Pra, ka nga të të cilët ishin kufar, ku u pare mund, mu'ridun. Kësën kurizin vazhdojnë nga sikur s'kishtë në vazgjë. Pra, nuk i japin konsiderat. Mund të themi që ky lloj kufrit mund të jetë shkaku i tij, për një person i cili ti e paralajmon për rrezikun e të ardhmës tij nëse vdes jo besimtar, edhe bën sikur s'ka dëgjuar gjë. Nuk ka dyshim që kufri i tij çfarë? Mund të ketë një lloj justifikimi, kush mund të jetë mendimosia, mund të jetë dyshimi, ose nëse ai s'ta shpëroj thjesht për ta reflektojmë me të formë, duke të kthyer kurrizin dhe duke vazhduar rrugën, duke u treguar mos përfilës ndaj teje. Nësa kufri i mërit pesë, pra është nifaku. Ka në me nëzine ti. Kufrin dhe shfash besimin, thot dhalika bi annahum amanu, thumme kafaru, fa tubi'a ala kulubihim, fahum la yafqahun. Është për heti dhe është heti tjetër, ku thot Allah subhanahu wa ta'ala, inna l-munafiqina fi d-darki l-asfali min an-nar. Me të vërtet munafiqinit janë në fundin e qarët, wa lan tajida lahum nasira, dhe mund të gjesh ndihmës për të. Kjo është kufri i madh. Tashi e Arabi bëhet me vetë, po gjithashtu që quhet edhe me zemër. Sheikh Albani rahimahullah ka bërë ndaje dhe ka thënë që kufri ndahet në dy pjesë. Kufër ameli dhe kufër i'tiqadi. Kufër me vepra i cili nuk të nxjerr nga Islami dhe kufër me besim i cili të nxjerr nga Islami. Atëherë unë do ju pyes pyetje. Nëse një person, kemi dhënë shembull këtu, e ke shtrajton Kur'anin duke hedhur në vende të ndyra, çfarë është kjo vepër? Është kufër ameli apo kufër i'tiqadi? Është kufër me vepra apo është kufër me zemër? Është kufër me çfarë? Ai është një zemër dhe ai pasu me vepra. Se kur ta kishte ai në zemër, se kur ta kishte në zemër, se kishte bërë me vepra. Atëherë kështu është dhe lanë që namasi, është kufër me zemër, por se faktikisht është reflektu me vepra. Atëherë, kush e ndalon mundësinë të qenit një vepër, kufër, nëse fillimisht ka në zemër. Ka në zemër. Pa, nuk kemi kundra që shumë vepra quhen kufër dhe nuk të nxjerrin nga Islami. Por se gjithashtu shumë vepra quhen kufër dhe
janë kufër jo se thjesht janë vepra, jo thjesht sepse një person mund ta heri, domethënë, mund ta heri Kur'anin pa vetë dije. Po se thjesht me të vepra ai bëhet kafir, jo. Pse? Sepse nuk është shoqëruar dëshira e zemrës. Në momentin kur shoqërohet dëshira e zemrës, hyn në fuqi gjykimi edhe i veprës. Dhe të dyja bashkë e nxjerrin atë nga sikur edhe mos ta bëj me vepër, thjesht të mjaftohet në fjalë, me zemër që zemra e tij e bën diçka të tillë, e pranon diçka të tillë, ai thjesht me atë del nga Islami. Pa, ndaja e Sheikh Albanit rahimullah është e saktë dhe kjo ndaja është e saktë, nuk bin kundërshtim fare. Dhe këto janë ka kjo ndaja e Sheikh Albanit dhe ka thonë shikon pa që është murxhi. Pse? Sepse thot veprat nuk të nxjerrin nga Islami. Atëherë murxhi e thotë. Aslen në gjë murxhi ato që veprat nuk janë çfarë, nuk janë fare për imanit. Dhe as nuk ndikojnë në iman. Nëse Sheikh Albani rahimullah, edhe nëse do themi këtë ndarje që ka thënë ashtu siç duan disa dashakeqës me keq kuptuar, Sheikh Albani thotë që këto janë gjëra të mëdha dhe rrezikon personi të vdesë në kufër. A ku është irxhaja këtu? Normalisht që s'ka dhe është keq kuptuar. Ku e kanë keq kuptuar këtë fjalë, kanë filluar duke vendosur shembuj sipas kokës, pa atëherë kjo i bën sipas Sheikh Albanit që nuk është kufër dhe kanë dhënë këtë shembull e Kuranit. Ka thënë patera sipas Sheikh Albanit i bën që nëse ti e hën Kur'anin në plehë, nuk e dal nga Islami, se e ke bërë vepër. Dhe kufri që nxjerr nga Islami është kufri me zemër. Kështu që bën diçka me vepër, kështu që sipas Sheikh Albanit rahimullah është përgjithë se kjo është kufër i cili nxjerr nga Islami. Sepse nuk mund ta bëjë një person këtë vepër derisa ai të zënë në zemrën e tij. Se nëse zemra nuk është e vetëdijshme për vepër që vepron njeriu, atëherë ky njeri çfarë? Nuk është logjikshëm në momentin e kryes së vepër, kështu që normalisht nuk është i obliguar në atë moment kur ai nuk është i logjikshëm. Sepse zemra është ajo e cila kur është e vetëdijshme komandon veprën dhe logjikon atë. Tanë nuk është argument se thjesht është vepër dhe çdo vepër mund ta quajmë në kufër të vogël. Çdo vepër e cila cilësohet si kufër mund ta quajmë kufër të vogël, kjo nuk është, domethënë, bazë që mund të bëhet gjithmonë. Dhe të lëndë namazit është kufër i madh del nga Islami ose kufër i etikadi i cili shprehet kufër në besim i cili shprehet dhe jep shenjën e saj në vepra. Rasuli alayhi salatu wassalam na e ka treguar, na e ka mësuar që pra nuk arrin dot një person i cili ka besim në zemrën e tij të lejë namazin.